Përshëndetje të dashur miq dhe mikesha, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot, siç e kishim premtuar, do t'ju tregojmë se si bëhet byreku me makarona. Jemi bashkë me zonjën Lefteri, që është specialiste e këtij byreku. Do fillojmë nga brumi, sepse shumë veta herën e kaluar na kishte kërkuar se si bëhet brumi. Përpara se të fillojmë me brumin, do t'ju japim ingredientet që duan ose përbërësit që duhen për këtë byrek. Na duan 1 kg makarona. Ne kemi zgjedhur spaghetti, po mund t'i bëni me çdo lloj makaronë që t'jetë mundur. Nëse është e mundur të jenë pak më të trasha se këto. Na duhen 300 gram feta ose djath i bardh. Kjo është për brumin. Na duhen kopër dhe majdanov dhe 3 kokra vezë. Tani do të bëjmë brumin. Pra çfarë na duhet zonja Lefteri? Na duhet sa kilogram miell kemi hedhur po? Gati 1 kg? 750 gram. 750 gram miell. Që të përgatisim petullat. Pra hodhëm sodë. 1 luk ufu. Piperin. Po, na duhet të perësh nuk nga kjo ana kështu. Për të lloj. Βγαίνουν ρέπους. Kripën një odhëm, krip apo jo? Kripën neve do ta hedhim brenda në ujë. Apo, kripën e kemi këtu te ujti. Razojmë këto gjërat që tham. Dhe tani do t'i edhe Tani kishim, siç e tham, kishim atë kripën këtu dhe e hedhim kripën këtu që mos na bëhet mielli me kokra, e hedhim më mirë ashtu. po. Ashtu e bëjmë neve. E tani do hedhim ujin edhe do bëjmë përgatitjen E brumit. e brumit. Zonjat kur pan atë byrekun me oriz, ishin shumë të kënaqura. Thonin ishte një byrek që nuk e kishin. I falenderoj nga zemra ime të gjithë njerëzit që më thanë gjithë ato llafe të bukura. Unë di që të kishin njohur edhe në rrugë. Edhe në rrugë më thoshin duam një Doni ta provonin atë byrekun tënd. Ne. Bëjmë sa gjëra të thjeshta që mos të keni Po, tradicionale, po. Që kemi dhe neve nga gjishra tanë, që atëhere njerëzit nuk ishin gjëra shumë edhe i bënin gjithmonë këto. Edhe unë do t'ju tregoj një të thjeshta sot, edhe të jetë edhe shumë e shijshme. Tani kemi më nevojë që të jetë miell ose ujë? Jo, ne do ta punojmë dhe do bëhet shumë e lehtë kjo. Sa në duhet për ta punuar, sa kohë për shembull? Pak më relax. Domethënë duhet brumi but apo kështu i fort? I fort do bëhet brume tamam tani. Duke punuar do bëhet i Duke butë. punuar, patjetër. Se tani hedhin majat edhe nuk e punojnë fare brumin, po duhet punuar pak brumin. Që të bëhet edhe i shijshëm. Të zëjnë ato që kemi hedhur brenda. Fini karaj. Po këtë byrek që zonja Lefteri nga e keni mësuar? Domethënë tradita e kujt është? Tradita e pleqëve tanë, e gjishës time që na e bënte, e mamit. Po nga cili vend? Edhe nga vendi Afiniki. Nga Finiqi. Sepse mora informacion se këtë u përgatita dhe mora edhe në Shqipërinë e Mesme bëhet ky byreku dhe madje e kanë për miqt, e kanë byrek shumë special për miqt. Patjetër. Më thonë, nëse duan të nderojnë një miq, ndërgatimet që bëjnë është byrek me makarona. Ne. Kurse unë për herë të parë kur erdha këtu e kisha provuar, nuk e kisha provuar ndonjëherë, as në bilet as nuk kisha dëgjuar ndonjëherë për byrek me makarona. Nuk ka shumë përbërës, nuk do shumë përbërës, është shumë e thjeshtë, ka gjëra të thjeshta.
Nuk do shumë gjëra. Edhe i kemi të gjitha në këto gjërat në Po, shtëpi. se ndonjëherë tek byreku me oriz kishin kujtuar njerëzit se ishte shumë i trazë, disa njerëz që thonë që është shumë kështu i rënd, po ju siguroj që nuk është fare rënd, është shumë i lehtë për të ngrënë. Tani filloj me hapjen e petës. Sa e lam zonja Lefteri që të pushtonte brumi? 10 minuta. 10 minuta. Kjo është peta po do më peta më e madhe, që ta bëjmë këtë. Po ti zonja Lefteri, mban mend byrekun e parë që ke bërë, sa vjeç ke qenë? Isha e vogël atëherë. E vogël, a? 8-9 vjeç, se bënin atëherë apo që Ne, edhe më e vogël edhe akoma. më e vogël, a? Tani do t'japim të treja dhe do shikojmë vendosin, në rregull? Ne. Tani do shikojmë harxhin, se si do jetë. Pra 1 kg makarona. Tu kemi Do hedhim bezin. pra 3 vezë që i shkatrua. Do hedhim pak Koper, koper edhe pak antil. majdanov. Do hedhim edhe Fet. pjatin. Tani këto janë ato bazike. Të po tjetër për shumë, po çfarë mund të kishim hedhur tjetër? Mund të hedhim Apo këto janë ato që duhen më shumë? bez, mund të hedhësh edhe kep, po të duash. Qep të njoma apo qep kështu të thata? Të thata, të njoma, qarë të doni. Qarë të keni kef, për shumë. Frazojnë mirë e mirë. Do bëhen shumë të mira. Tani këto makarona se nuk e tham neve, këto makarona ishin të zjera shumë. Makarona, to mund t'i bëjmë edhe një çik më të trashë. Jo, po të zjera, i kemi sa i lam të zjeni? Zjem 5 minuta. 5 minuta, Zjerja bëhet. që pastaj mos sa bëhen shumë kështu. Një gjë tjetër që donim të thonim është kur të hedhim makaronat, arom të thonim që nuk duhet të jenë të ngjitur, duhet të jenë të shkripta çdo makaronë, apo jo? Që pastaj kur të bëhet mos bëhet edhe brumi edhe peta të ngjitur. Nuk ditën fare këto të bëjmë falafet. Shumë të shijshme. Tani fillojnë mbulimin. Kjo të mbyllet si rizopit apo në mënyrë tjetër? Jo, mbyllet pak ashtu. Apo në mënyrë të ngjashme? Ne. A kjo që ka ti ajo byrekus me spinaq. Unë e përdor me duart. Më pëlqen më shumë. Kjo është edhe peta më e madhe. Kjo është më e madhe. Mbulon të gjithë. Tani në furrë, sa do ta lejmë në furrë? Apro 50 minuta. 50 minuta. Atje. Po nga sipër rrjedhim ujë kështu apo jo? Do vendosim edhe pak ujë. Nga sipër, a? Është një gjë shumë e thjeshtë. E bën shumë shpejt. Nuk lodhesh fare. Në 200 gradë, por 50 minuta. 50 minuta. Okej. Dhe do të kemi shumë të mirë. Tani shikojmë edhe se do ta presim.
Ja dhe përfundimi I byrekut me makarona. Dhe është shumë e pjekur shumë mirë.